Kthehemi, kam një email prej redaktorit të Valdrinit, i cili na ka treguar disa gjëra për të. Në rregull, redaktorit nga Ascensioni EPA, pra, pikërisht. Ta shohim fjalën. Unë jam Valdrin Gjema, jam fotoreporter, punoj për Agjencinë Evropiane të Fotografisë, European Press Photo Agency, është vendosur në Gjermani, në Frankfurt. Rastisht i kom taku fotoreporter të kësaj agjencisë të Grandi. Në fillim, kom fillu me punu si shofer, dhe më dhënë ka qenë fundi luftës, student kam qenë, po fakulteti ka qenë i mbyllën, kom fillu me punu si shoferi, kom vëzit ata në për Kosovë, edhe në mas 1-2 muja afërsisht, fotografët e asaj agjencije, të parë që më kam propozu, më kam dhënë mundësi, me mujtë me fillu me fotografu, me pa se a muj me punu si shkëm puna. Fillimi ka qenë i mundim, shumë kujtohet që një rast më i veçantë që kom bërë një hap përpara kanë qenë protestat e Mitrovicës. Ka qenë e rëndësishme momenti me qenë aty. Gjithçka ka ndodhur para meje, nuk kom pas si në rast që duhesh me menu, me qenë ma kreativ, me mendu për ngjarjen ose për tregimin që e përcjell. Në atë rast kom pas vetëm me shkrep gjithçka ka ndodhur para meje, ka qenë një fotografi që është botu mjaft gazeta, më dhaja në magazina, jashtë në për...